me në fund u pa dhe shfaqja teatrale në fat të keq të Republikës së Kosovës nga lëvizja vetëvendosje. Loja me numra këto 8 muaj dhe dështimi për formimin e qeverisë së re ishte paralajmërim i joni dhe përfaqi sot tendencën e lëvizjes vetëvendosje për kapjen e institucioneve, keqpërdorimin e paras publike, por edhe të pushtetit demokratik në pafundësi. Ku vendi sot nuk miratoi edhe mandatarin e dytë dhe vendi po shkon drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme dhe që ne dëshirojmë vend thirrje për zgjedhje të lira, demokratike dhe pa ndërhyrje dhe pa tendencë ashtu siç kemi parë këto ditët në vazhdimsi nga lëvizja vetëvendosje si grup politik parlamentar. Faleminderit shumë. Është vërtet që është lajm i keq, por ka qenë tepër indikative se kjo do të ndodhë. Ata të cilët nuk e kanë pranuar dhe kanë mashtruar qytetarët se i kanë numrat, është lëvizja vetëvendosje. Nga fillimi dhe nga përfundimi i zgjedhjeve të 9 shkurtit, këta kanë deklaruar që e kanë një shumicë, atë shumicë u dëshmu që nuk e kanë pas dhe nuk e kishin as sot. Fatkeqësisht, edhe me një elaborim ta quaj kështu tepër fyes për qytetarët e Republikës së Kosovës, kur më shumë u kërkua një qeveri kalimtare, ta quaj ajo e cila as nuk u shpërfill si diskutim që ishte propozim i Lidhjes Demokratike, se sa për një qeveri të rregullt me mandat që ju shërben qytetarëve dhe interesave të saj. Nuk është vështirë asgjë kur ka vullnet mu respektu kushtetuta dhe mos me humb kohë, pothuajse as një minutë dhe as një ditë të vetme kohë të çmueshme për qytetarët e Republikës së Kosovës dhe për krijimin e institucioneve demokratike të saj. Ne edhe ashtu kemi humbur shumë gjatë këtij viti, por bllokuesi dhe emri i përveçëm i kësaj bllokate së dëmur përgjigjen edhe me votë në Kuvendin e Republikës së Kosovës. E thrasim edhe presidenten e vendit që të respektojë afatet kushtetuese dhe mos lejoj asnjë ndërhyrje të kujt do qoftë në vendimarrjen e saj. Për mendimin tim, me votimin kundër të mandatarit të dytë, ta quaj edhe pse për neve ishte një mandatar vetëm sa për të kaluar këtë 15 ditë, mendojmë që ka përfunduar gjithçka dhe çdo thirrje e ndonjëse seance, vetëm nëse kemi gjendje që nuk duhet as na vinte në mendje të emergjencës ose lufte, se përndryshe i hub kuptimi që çdo thirrje është tendencë për manipulim, kamuflim, mashtrim, edhe tendencë që të krijojnë imazhin e ndonjë fajtori që tashmë nuk ekziston në mendjen e asnjë qytetari, por është evident që ajo është lëvizja vetëvendosje. Faleminderit shumë, mirë takosh.